Mirë se erdhët përsëri në Rezën tonë, tani jemi me Fionën. Fiona është një vajzë shqiptare që jeton prej disa vitesh në Londër, aty ka studiuar për financë kontabilitet, por rrugës krijoi një pasion për veten e saj, çka po i sjell edhe shumë të ardhra, po e bën dhe të njohur në fushën e modës. Fiona Muça po bashkëpunon me brende të njohura të modës, siç janë Prada e shumë të tjera, për të cilat do të na flasi, por na ka spikatur në këto evente të modës me xhaketën e gjyshes, çka u ka bërë shumë përshtypje edhe le të themi organizatorëve të disa prej eventeve. Fiona, mirë se erdhe në Rezën tonë. Kënaqësi që jam këtu midis jush sot. Ti jeton në Londër apo jo? Po, aktualisht jetoj në Londër, po bën diku te 5 vite që jam atje. Kam ikur në një moshë shumë të vogël e quaj të tillë sepse mosha 18 vjeçare mendoj që është ajo mosha që gjithë secili krijon atë karakterin, edhe mendoj që kjo më ka ndihmuar shumë edhe mua si një person të kem këtë tranzicionin më të lehtë dhe më të kollajt për të u përshtatur me shoqërinë atje, me diversitetin që ka si qytet dhe shumë rrethana tjera. Meqense ti ke studiuar për financë dhe për financë kontabilitet, zgjodhe vetë degën e studimit? Po, realisht dega ka qenë kam qenë shumë e luhatur sepse kam dashur të vazhdoj për mjeksi, por gjatë rrugës ndryshuan pak drejtimet, ashtu siç ka ndryshuar çdo drejtim pothuajse në jetën time këto kohë të fundit, sepse siç e thatë edhe ju, moda është bërë pjesë e pandartashme e jetës time, kështu që jam në dy drejtime shumë paralele, por që do thoja përshkruajnë shumë qartë karakterin tim, sepse më pëlqen që të kem edhe atë stabilitetin ose pjesën detajiste që t'jep financa, që jep pak më precize në numra dhe në... E llogarit më mirë, kështu që bën llogarit se çfarë të arë është të sjellë bota e modës. Të jep shumë stabilitet në këtë pjesën tjetër të jetës, ndërsa moda t'jep më shumë kreativitet, se si ti e sheh botën me më shumë ngjyra dhe shumë gjëra tjera. T'jep më shumë kënaqësi kjo botë? Po. E modës? Si u përfshive ti në botën e modës? Më jep atë qetësinë, atë relaksin që unë gjithnjë ndoshta çdo njeri e kërkon nëpërmjet hobive të ndryshme dhe unë këtë shpeshherë i quaj edhe si hobi dhe pse tashmë është kthyer në një mënyrë që unë krijoj dhe të ardhura, por si fillim ka nisur thjesht si një hobi. Shumë se njerëzit vdesin çik të dëgjojnë sa të ardhura, kështu se i vjen që e ke lënë pak në hije financë kontabilitetin që ti ke studiuar për të gjetur një punë në fushën në të cilën ti ke studiuar dhe ke investuar ti dhe familja jote, po tani duke qenë se i fokusuar tërësisht tek moda, tek stili, tek eventet, brende të ndryshme që të ftojnë dhe të është pjesë edhe imazhit të tyre. Sa fiton ti nga kjo punë që bën? Do me thënë, unë do thoja, shifrat nuk është se janë marramëndse, se e di që shpeshherë dalin këto shifrat shumë të mëdhaja, apo nuk e di, do me thënë, mendoj që këto arrihen me kohën normalisht, por në hapat që jam tashmë në këtë fillim, mendoj që ka akoma vend për të përmirësuar, por që unë çdo gjë kur niset me pasion, mendoj që shifrat nuk janë asgjë, do të thënë, për gjithë secilin pasioni është akoma më i madh se sa ato vlerat monetare apo një gjë. Mendoj që një gjë simbolike më motivon dhe përtesur akoma më shumë përpara. Përveç kësaj, domethënë për një blogere, çfarë është tjetër e rëndësishme, duke qenë se tashmë Instagrami dhe kjo fusha e të shiturit në Instagram, e të punuar duke parë atë si një industri më vete, sigurisht që të bën të ndihesh mirë, të bësh të ndihesh në treg, të jesh në konkurrencë të fortë. Çfarë është e rëndësishme për një blogere që punon përmes Instagramit? Të paktën duke parë nga aspekti im, ndihem shumë e kënaqur dhe shumë e vlerësuar kur marr një feedback nga brendet që unë bashkëpunoj, ose kur nga një post që unë mund të kem postuar, mund të jem njohur me një brend të ri, të cilin unë mund ta kem bler vetë atë produkt, po thjesht ai brendi mund të jetë shumë i madh internacional dhe në momentin që ai më komenton ose më shkruan që shiko, ne kemi dëshirë të bashkëpunojmë me ty edhe ndihem shumë e vlerësuar sepse aty kuptoj që shiko, kjo fotja ime ka pasur realisht impakt, edhe ata e kanë vënë re që unë jam pjesë e kësaj fushë, jam pjesë e kësaj bote, do thoya kaq të madhe sepse realisht nëse ti shkel të paktën po flas për Londrën, ka një grup shumë të madh që janë profesionist, kanë vite që e bëjnë këtë gjë, ka një staf shumë të madh mbrapa tyre dhe mendoj që ti je pjesë e këtij komunitetit, kërkon normalisht kohën e vet, po ndihesh edhe shumë e vlerësuar që po spikatesh nga këto brende kaq prestigjioze dhe kjo do thëja më jep shumë lumturi. Një prej tyre siç është Prada, po, ka qenë realisht të këtij brendi apo të eventeve që ka organizuar.
Si ka qenë, për çfarë të telefonuan apo të shkruan, si u bëre pjesë, si u ndjeve kur more një mesazh prej tyre? Kjo ka qenë realisht një nga, do thoja, më ka motivuar shumë për te si përpara, sepse në momentin që kam marrë mesazhin prej tyre për të bërë pjesë e eventit që do realizohej në Londër, isha shumë me lumtur se normalisht ishin të ftuar influencer të tjerë që unë i kam pasur idhull dhe i kam akoma shumë prej tyre. Dhe thjesht ka qenë diçka shumë rastësore, normalisht, siç e thash, të motivon shumë që je pjesë e tyre dhe thjesht ka qenë diçka shumë... Ti nuk e refuzove do të? Normalisht jo. Normalisht jo, t'ja të poprisje. Normalisht jo. Aktualisht me cilin brend je duke bashkëpunuar? Ka brende të ndryshme, por do thoya... Edhe në Shqipëri edhe në Londër, thea? Po, edhe në Shqipëri bashkëpunoj me brende, do thoya disa prej tyre, 2-3 brendi që realisht më përshtaten dhe mua, sepse kjo është një nga gjërat e mia kryesore, mundohem të zgjedh brende që përshtaten me mua si Fiona, me çdo gjë që unë bëj në lifestyle-in tim, domethënë nuk dua të dal nga ato kornizat që unë i kam vendosur vetes time, sepse dhe njerëzit që më shohin dua që të më njohin për këtë që unë jam dhe jo të reklamoj çdo gjë që më ofrohet. Kjo puna e xhaketës së gjyshesh si ishte? Xhaketa e gjysës që u bë shumë... Si të shkoj mode ta merri edhe vajte me atë skepticizmin që pritet po shkoj në Londër me një xhaketë vjetër të gjyshes? Më pëlqen shumë stili klasik. Jam gjithmonë në kërkim të asaj stilit që janë kostume, xhaketat, karvatat, domethënë jam shumë klasike si person, edhe pse mendoj që mosha ime ka tendencë të shkojë drejt trendeve shumë më ndryshe se sa klasikat, dhe duke qenë se vintage ka dalë shumë në modë tani, besoj se e kemi dëgjuar gjithë to second hand, edhe gjyshja ime mbledh shumë, koleksionon shumë tipit e pellushave, xhaketave, dhe unë që isha të futem një herë të mund të ketë garderoba aty. Do të ke marrë nga gjyshja. Cila është xhaketa e gjyshës kjo që po të shikojmë tani në foto? Po, kjo është vjen shumë oversize dhe mua më pëlqejnë shumë vatat e mëdhaja, sepse mendoj që nxjerrin shumë në pa pjesën e, domethënë gjithë lookun e bëjnë shumë më të... Kush të spikati me këtë xhaketë, Fiona? Të them të drejtën, fillova të prezantove ti xhaketën e gjyshe dhe çfarë të tha ti e more? Ka qenë thjesht një foto shumë rastësore, domethënë si tip street style do i quaja, dhe thjesht e kam kombinuar shumë rastësisht, them drejtën, por fillova të merr komente ku e ke marrë xhaketën, ku mund ta marrim, sepse normalisht më pyesin shpesh herë këtë veshje ku e ke bler edhe... Ku i ble veshje ti, Fiona? Domethënë dhe sa i përballon, sepse për ti bler... Po, normalisht, unë shpeshherë edhe kur më pyesin njerëzit në rrjetet sociale, them që më pëlqen shumë, po shumë, siç e thash, të blej dhe gjëra edhe second hand. Për shembull, ne kemi një aplikacion që quhet Vinted, unë shpeshherë edhe shes veshje aty, por edhe blej shumë. Dhe kjo më pëlqen sepse shikoj që veshjet janë ndryshe, sepse në ditët e sotme ajo që na spikat më shumë të paktën në influencer janë kur veshjet janë ndryshe nga njerëzit e tjerë në përditshmëri, sepse veshjet bazike mund t'i blej çdo kush, mendoj dhe mund t'i bëj çdo kush. Por ju jeni për t'i frymëzuar. Normalisht, për të bërë diçka ndryshe. Regja do të na ndihmoj me disa foto mbulime që Fiona na tregonte disa tendenca, se çfarë mbizotëron sot në botën e modës për ata që e ndjekin dhe vishen sipas modës, por që sigurisht ju jep një lloj kënaqësie dhe një lloj vetbesimi me anë të veshjes së tyre. Çfarë mbizotëron tek ngjyrat, tek modelet, çfarë do t'i lëm pas në 2025 dhe çfarë do të veshim në 2026? Mua më pëlqen shumë të qëndroj te ngjyrat bazike, të paktën e zeza, bezha, domethënë këto ngjyrat që ti mund t'i kombinosh me shumë detaje të tjera dhe nuk do duken asnjëherë të mërzitshme për syrin apo të lodhshme, dhe gjithashtu ka filluar të më pëlqejnë shumë këto pjesët, siç e thash, klasike, këmishat, karvatat. Dhe mendoj që asnjëherë nuk do dalin nga moda të paktën xhaketat. Oversize, po me vata, që vendosim me rip, siç e veshur ti sot? Po, mendoja xhaketat me rip, domethënë xhaketat mendoj që mund t'i veshësh edhe me një palstreçe dhe gjithmonë do dukesh bukur, do dukesh shumë e kuruar, sepse i japin veshjes ato detajet që të dukesh sa më fine, sa më klasike, po, sa më rregull. Kështu që mendoj që xhaketat janë gjithmonë një must për të veshur në çdo event. Edhe ngjyra e bardhë, ja mund të largohesh pak Aldi që të shikojmë fotot? Kjo ka qenë një veshje total white, domethënë më pëlqen shumë sepse jep shumë fines, po mbi të gjitha dukesh edhe si që quajmë ne old money, domethënë kjo ideja e stilit që
edhe pse duket që ke veshur shumë pak gjëra, të jep duke shumë rich, shumë e rregullt në këtë old money. E veshur e gjitha edhe në një ngjyrë. Në një ngjyrë monokrom, po. Pra, dy ngjyrat që the zeza dhe bezha janë edhe të këtij viti që do të mbizotërojnë? Mendoj po, edhe vishnja, mendoj që është ngjyra e dimrit dhe siç e kemi vënë re ngjyra burgundy, vishnja, domethënë është gjithmonë in, paktën këto 2 vitet e fundit ka qenë shumë në Pellushët apo palltot janë më trend për këtë vit? Mendoj që pellushët këtë vit kanë marrë atë vrullin e madh, edhe palltot e gjata, unë domethënë jam një fanse shumë e madhe e palltove dhe sa më shumë oversize. Mendoj që duken shumë oversize për trupa të dobët apo të shëndosh? Edhe për trupat shëndosh. Mendoj që oversize, jam më shumë tek oversize se gjërat shumë të ngjitura mbas trupit. Mendoj që oversize i bëjnë looket të duket më qartë. Një tjetër pasion i yt është edhe udhëtimet. Pra duke krijuar edhe vlogun ton për të treguar eksperiencat e tona. Ne kemi një material të shkurtër, regjia duhet ta ketë gati dhe na fol dhe pak për këtë eksperiencë, të cilat vende të kanë lënë më shumë përshtypje. Po, patjetër. Hello, nga një Get Ready With Me tjetër, sot do bëhemi gati bashkë sepse kemi për të shkuar tek Prada Mode që zhvillohet këtu në Londër, kështu që bëhemi gati dhe t'ju tregoj se çfarë kam menduar unë të veshim për sot. Nuk e di, domethënë është thjesht perfekt, ngjyra vishnje, i rri kaq bukur me këto detajet e kopsave, nuk e di, është fantastik. Okej, çizmet e veshura duken kështu, mendoj që janë fix për këtë fustan, i shkojnë shumë, ndoshta aty në video nuk e di se sa shumë dallohet ngjyra e çizmeve, por realisht është identik si fustani. Sot nisemi për në Vjenë. Kjo është një nga punët të lodh, ti përgatitesh video të që çdo gjë që ti bën ta promovosh dhe ta xhirosh. E di sa herë marr këtë pyetje paktën nga familja ime, sa herë u thoj janë të tipit lëre kamerën sot mos e merr fare me vete se duhet ta shijosh pak. E thot mami çka kënaqësi e merr kur je gjithkohë me këtë kamerën me vete në çdo udhtim, por unë realisht e kam shumë kënaqësi, domethënë më përmbush shumë kur kam mbaruar atë ditën dhe i kam ato videot gati për t'i shpërndar, për t'i treguar njerëzve se çfarë bëra, se çfarë pash nga i vend, çdo gjë, domethënë më përmbush realisht si njeri. Dhe udhëtimet janë një pasion shumë i madh im, edhe pse këto kohët e fundit, duke që se kam pas shumë angazhime në Londër, shkolla, puna dhe shumë gjëra tjera, nuk kam pasur shumë mundësi të lëvizja në Europës, por në Europë kam vizituar shumë vende kohët e fundit. Ti je vajzë e re, kështu që e ke gjithë kohën dhe jetën përpara. Ndërkohë po ndihesh shumë mirë në këtë terenin e modës. Do punosh në profesionin dhe në degën që ke mbaruar? Mendoj që do mundohem t'i kombinoj të dyja, do mundohem sepse realisht është ndonjëherë shumë e vështirë sepse janë dy drejtime shumë të kundërta nga njëra tjetra dhe për gjetur atë pikën e përbashkët do pak shumë balance dhe shumë, por mendoj që mosha është akoma shumë e re dhe mund të gjej drejtimin e duhur në ndoshta edhe pak më vonë. Dhe shumë shkurt do doja cila, meqense e përmendëm këtë konkurrencën apo ju blogerët shihni njëra tjetrën, cila nga blogerët këtu në Shqipëri nëse ti ndjek, vishe dhe ka stil më të bukur? Unë ndjek shumë, si që thëtë ti, vajzat realisht bën një punë fantastike, shumicat e vajzave që ndjek në Shqipëri, por ajo që unë do thoja që realisht me inspiron shumë dhe ndjek prej vitesh është Alda. Alda Mehmeti, ajo është një nga blogerët që unë realisht më pëlqen shumë për stilin edhe për gëzoj realisht shumë sepse ka krijuar edhe një brand që unë e vesh edhe më pëlqen jashtëzakonisht. Gjithmonë në Londër marr komplimente të tipit ku e ke marrë këtë veshje dhe ndihem shumë krenare që ka vajza në Shqipëri që prodhojnë veshje made in Albania dhe kjo është realisht një gjë për të përgëzuar. Shumë suksese, Fiona. Faleminderit që erdhe në Reze Dielli. Mbare mirë për çdo projekt tënd që ke në vim. Ndërkohë ne përshëndetemi dhe me publikun. Kalofshi një ditë të bukur, shihemi nesër me Reze Dielli.